Atëherë, ministër, ekipi ka rinisur përgatitjet pas atij eliminimi nga Liga e Konferencës, si është situata tani në skuadër? Po, mas në ndeshje kundër Bate, mas në ndeshje në Azerbajxhanin e data 16 tani ne mi filloi prapë faza. Vetëm shkurt për eliminimi neve ishim shumë mërzitë, sepse ishim shumë afër do kallojmë turi parë. Mendimi tim ishin skuadra më e mirë edhe merituam më shumë. Ishim edhe pa fat, edhe tani kjo është e mrapa ne. Tani jemi fokusuar për faza edhe fokusuar për kampionati. Deri tani situata është njësoj si kishte, që në të punojmë mirë, por kemi nevoj për 3-4 përforcimet. Presim nga klubit, klubi deri tani bere një merkato për mua shumë e mirë, edhe ata e di do kemi nevoj edhe për 3-4 lojtarë, tani do presim, kemi pak kohë, edhe kjo është situata deri tani. Cilët janë rolet që keni më shumë nevojë? Tani kemi nevojë për një qendërmbrojtës sepse kemi vetëm, domethënë kemi 4-5 lojtarë shumë e fortë në faza më mbrojtës, por kemi nevojë edhe për një tjetër për konkurrenca, patjetër. Një sulmues, një winger edhe një mesfushor. Kjo është deri tani. Cilat do të jenë objektivat e Elbasanit sezon e ardhshëm, sepse për një muaj sa po kampionati? Per objektivat unë nuk mund të flasim përpara klubit, përpara presidenti, sepse ata vendos, pastaj kur vendos ata edhe unë mund të flasim pak më shumë. Prisin një Elbasan më të fortë në sezon, Jam shumë besim, kam shumë besim, jam shumë optimist, patjetër iku shumë lojtarë, por prap klubi punoi shumë e fortë, shumë e mirë, ne jemi firmos 5-6 lojtarë me shumë cilësi, patjetër ne jemi tani edhe prap nga fillimi, por jam shumë optimist, kam shumë besim për qunat edhe deri tani qunat punojnë mirë. Patjetër kemi nevojë edhe për kohë, sepse kur filloi nga fillimi si neve, prap kemi nevojë edhe pak për kohë, por edhe një herë kam shumë besim për qunat, ata punojnë mirë edhe jam optimist.